Je në një njohje me një mashkull të shenjës së ujorit dhe nuk e di nëse vërtet të dashuron apo është duke flirtuar me ty. Në fakt ka disa shenja që ti mund ta kuptosh dhe të bësh dallimin mes të dyjave. Në këtë video të shkurtër do të flasim për këto shenja. Mashkulli i shenjës së ujorit është një person i cili vëren me kujdes edhe detajet e vogla, që në fakt mund të duken të thjeshta, por në të vërtetë thonë gjithçka. Ujori nuk është nga ato shenja që hidhet menjëherë në krah apo të thotë fjalë romantike të bukura që të bëj për vete. Ai nuk t'i thotë që në ditët e para. Prandaj, për të, çdo gjë nis me një miqësi të mirë. Ai do të jetë shoku juaj më i mirë përpara se të jetë i dashuri juaj. Mashkulli ujor ka shumë nevojë të besojë se kush je dhe të di me të vërtetë çfarë lidhje ke ti me të. Përpara se të hap zemrën e tij dhe të thotë dëshirën e tij lidhur me të ardhmen tuaj, ai mendon shumë çdo gjë dhe vëmendja që të jep në çdo bisedë është shenja e parë që ti ke nisur të bëhesh qendra e botës së tij. Kur ujori dashurohet, ai nuk e shpreh atë në mënyra shabllon. Ai flet përmes veprimeve dhe surprizave të menduara mirë. Do të vësh re se si mban mend detajet të vogla. Jeni duke kaluar në një park dhe ti i thua se lulet me ngjyra të verdha janë lulet më të preferuara të tua dhe ai nuk harron të sjellë një buqet në uikend. Jo vetëm kaq, po mund të jepen edhe shembuj të tjerë. Jeni duke folur për gatimet, ëmbëlsirat dhe gjërat që ti i ke qejf dhe që të tërheqin. Dhe ai, në takimin e radhës, do të surprizoj me ëmbëlsirën tënde të preferuar. Ai të pyet se cilat janë këngët tua të preferuara, cila zhanër muzikor është më pranë teje. Sepse kjo çon në njohjen e personalitetit tënd. Kështu, nëse ti je duke udhëtuar në makinën e të, ai do të vendosë këngët e tua të preferuara, pavarësisht nëse nuk janë zgjedhja e tij personale. Dhe kjo bëhet vetëm që ai të surprizojë. Mashkulli i ujorit ka ide origjinale në mendjen e tij. Ai mund të thotë një mesazh poetik që ty ndoshta do të mbesi gjatë në mendje. Mund të bëj gjeste të vogla që ti, pasi ndahesh me të, i kujton dhe ndoshta vë dhe buzën në gaz. Por ajo që të çudit më shumë është sepse ai nuk të thotë të dua menjëherë. Ai nuk ngutet ta thotë këtë fjalë, por ama dije se kur ta thotë, ta ka thënë me gjithë shpirt. Nëse ai të do vërtet, ai mund të bëjë dhe gjëra që mund të çudisë. Nëse ti i thua se ngjyra e preferuar e veshjeve për një mashkull për ty është ngjyra blu dhe bezh, ai do të përpiqet të vishet në këtë mënyrë. Madje, gjithmonë në takimet me ty, do të mundohet të surprizojë me stilin që ti e preferon. Nëse ti i thua që stili klasik është më i dashur për mua, ai do të vishet në atë mënyrë. Ndoshta mund të mos jetë zgjidhja e tij personale, por ai e bën këtë sepse të do dhe të respekton shumë dhe kërkon që besimi yt ndaj tij të thellohet edhe më shumë. Kjo është si të thuash një dalje nga vetja për personin që dashuron. Ujori është një natyrë kurreshtare dhe ka këtë natyrale. Ai është kurioz të di mbi jetën tënde dhe këtë e bën shpeshherë bëhet ngacmues, ndonjëherë lozonjar. Ai kërkon vazhdimisht të përjetojë me ty aventura dhe përvoja të reja që i bëjnë zemrën tënde të rrahë fort. Dëshira e tij është që me të kalosh momente
që nuk i ke kaluar më parë. Ndoshta në një ditë ai është shumë i zënë me punë. Nuk ka kohë të takojë, por ty nuk do të mungojnë mesazhet apo dhe telefonatat e shkurtra, si për të thënë që ti je pjesë e ditës së tij edhe kur ai është tepër i angazhuar. Ujori i dashuruar tregon çdo gjë për veten e tij. Madje mund të hapet dhe të tregojë dhe vizionet e çmendura dhe idetë inovative që ka, deri tek ëndrat që ka por nuk ja ka besuar askujt përveç teje. Sigurisht që një lidhje të jesh romantik është një gjë normale dhe fjalët sigurisht që duhen, por dashurinë e tij nuk do ta dëgjosh çdo ditë me fjalë klishe, por do ta ndjesh mes veprimeve dhe xhesteve romantike, jashtë kornizave të menduara posaçërisht për ty. Madje, nëse ti i thua në një moment kam nevojë për pak hapësirë, kur ai është i dashuruar, të jep këtë hapësirë dhe nuk të bëhet një mbytje fryme. Kjo e shton më shumë besimin tënd tek ai dhe i forcon akoma më shumë ndjenjat e tij. Por mos u trem, kjo nuk do të thotë se atij po i zbehen ndjenjat, por është nevoja jetike për të dhënë pavarësi, por dhe nga ana tjetër për t'i dhënë ti atij pavarësi. Mënyra më e sigurt për ta bërë për vete përgjithmonë është që ti je një shpirt i lirë, dashuron aventurën ashtu si ai dhe e kupton kur dhe ai ka nevojë natyrale për liri. Ai të kushton vëmendje dhe ti duhet t'i dhurosh diçka që të ngacmosh dhe mendjen e tij. Dhuroj një libër të mirë, një pajisje të re teknologjie, apo një dhuratë me emrin e tij të personalizuar. Në sy të tjerëve, në fakt ai nuk është një mashkull që duket shumë romantik dhe mund t'i shfaqë ato sjelljet e tepruara të afërsisë. Por prapa dyerve të mbyllura, ai shndërrohet plotësisht. Kur jeni vetëm, ai kërkon kontakte me ty, të përqafon, të mbulon me puthje, të falë ngrohtësi dhe këtë gjë nuk e bën me fjalë tek të tjerët. Kur ai e kupton se ndjenjat e tij për ty janë maksimale, ai mund të japë dorën në publik dhe më pas ndodh ajo që dëshiron dhe ti. Ai të prezanton me njerëzit e tij të familjes. Të fton madje dhe në evenimente familjare, si për shembull një darkë në vitin e ri, apo në një ditëlindje të një personi të afërt. Pra ti avash avash fillon të bëhesh pjesë e jetës së tij. Dashuria me një mashkull të ujorit është gjithmonë një aventurë e vazhdueshme. Ai është një shpirt që kërkon të eksplorojë botën dhe këtë dëshiron ta ndajë me personin që do. Nëse ka ndërmend të shkojë për pushime në plazh, ai të pyet se cili është vendi jot i preferuar, pasi ai kërkon që ta ndajë këtë me ty dhe ti të jesh pjesë e udhëtimit të tij të ardhshëm. Ujorët në fakt janë misteriozë, ato mund të mbajnë në vete edhe disa sekrete apo gjëra, por gjithmonë i bëjnë për të surprizuar personin që duan. Ndaj, nëse ti do të mendoje ndonjë ide spontane për të, ujorët e adhurojnë misterin dhe e vlerësojnë shumë kur partnerja investon të njëjtën energji në marrëdhënie. Ujori është me të vërtetë një shenjë besnike. Nëse ai dashuron, është i qëndrueshëm, i vendosur pasi e merr vendimin. Madje shumë ujorë mendojnë që njeriu mund të ketë një lidhje të vetme në jetën e tij, por sigurisht që jeta ka sfidat e saj dhe nuk është e thënë që të përfundojnë në një martesë,
por ujori dëshiron lidhje të qëndrueshme. Por keni parasysh, ndonjëherë ujorët mund të tërhiqen pa prit masmënjan. Dhe për këtë ka disa arsye, ti ndoshta mund të çuditesh, mund të kuptosh se është ftohje, por ja, cilët janë arsyet që ai mund të bëhet i tillë. Ndjenja e presionit ose ngarkesa emocionale. Ujorët e duan patjetër pavarësi, por nëse ai kupton që po nxitohet dhe ti po i merr hapësirën personale duke i qenë shumë obsesive ndaj tij, ai mund të tërhiqet dhe të bëjë një hap pas. Kështu i duhet të kalkulojë ndjenjat e veta dhe të mendojë nëse ti je vërtet e duhura apo je thjesht një mbytëse e dashurisë. Por ti nëse e vëren këtë distancë, mos u fut në frikë. Jepja atë hapësirën e vogël që e kërkon. Mund të afrohesh dhe me miqësinë e tij dhe të bësh ecje me ritmin e tij, pa e ngarkuar me mesazhe apo telefonata të njëpasnjëshme. Ai mund të tërhiqet edhe kur kupton se ndjenjat nuk janë të ndërsjellta. Nëse ai mundohet të japi zemër, kërkon të njëjtën gjë. Por nëse tërhiqet, ai ka parë diçka tek ti që nuk i dukesh e mjaftueshme e duhur si partnere e së ardhmes. Mos hezito të bësh hapin e parë dhe të tregosh hapur tërheqjen tënde dhe ta bësh të ndihet i dëshiruar, sepse ai humbet në mendimet e veta dhe ka nevojë për sinjale të qarta nga ti. Por si ta kuptosh që një mashkull ujor flirton dhe nuk të dashuron? Atëherë, ka disa shenja për këtë. Ai mund të flasë, të bëjë batuta, biseda interesante, të jep vëmendje në moment, por biseda mbetet tek loja e fjalëve dhe atmosfera e këndshme. Pra nuk shkon më tej në detaje. Po kur është i dashuruar, ai i bën mend çdo detaj që ka thënë. Kur thjesht flirton, ai mbron me fanatizëm hapësirën e tij, të shkruan kur ka dëshirë. Gjithashtu kur flirton është gjithmonë cool, nuk flet për ndjenjat, shmang biseda të rëndësishme dhe kur gjërat bëhen sentimentale, ai fat me humor fillon të tërhiqet. Po kur dashuron të beson sekretin e tij më të madh, idenë më të çmendur që mund të ketë, madje dhe frikrat e pasigurisë. Ai bëhet i prekshëm emocionalisht. Kur flirton, mund të jetë ngacmues me fjalë ose bën një xhest të lehtë në grup, por nuk kërkon lidhje të mëtejshme fizike. Kur dashuron, edhe pse e shmang shfaqjen e tepërt në publik, kur është vetëm, ai kërkon kontaktin fizik të vazhdueshëm, të përqafon, të mbulon me puthje dhe kërkon ngrohtësinë intime që nuk e kërkon personi tjetër. Kur flirton, loja mbetet e hapur pa etiketa. Ai mund të ngacmojë dhe femra të tjera, por kur është i dashuruar, ti je fiksimi i vetëm i tij. Pasi e merr vendimin në mendjen e tij, ai bëhet i jashtëzakonisht besnik, i qëndrueshëm dhe të thotë hapur se kërkon lidhje serioze me ty. Këto ishin shenjat e mashkullit të ujorit. Ne do t'ju uronim që nëse bie në dashuri me një mashkull të tillë, të keni një jetë gjatësi sa më të madhe në dashuri dhe të jeni të lumtur.